Një mbrëmje e zakonshme, koncertesh u kthye në një spektakël emocionesh dhe nostalgjie. Këngëtari i njohur Gjesti dhuroi një performancë të paharrueshme për fansat e tij më besnik, por ishte një moment i veçantë ai që elektrizoi të gjithë sallën. Teksa atmosfera ishte në kulmin e saj, një fanse i dhuroi Gjestit një bluzë me fotografinë e tij dhe këngëtares Egli Tako. Një kujtim që riktheu menjëherë vëmendjen te marrëdhënia shumë përfolur mes tyre. Menjëherë pas këtij gjesti, publiku shpërtheu në një kor të fuqishëm. Puthe Eglin. Në fillim Gjesti reagoi me një buzëqeshje të përmbajtur duke thënë: "Kjo duhet me u bë me ndjenja", por në nduar trokitje dhe brohoritjen e turmës, ai u afrua dhe e puthi Eglin në skenë, një moment i papritur, i ndjerë dhe tejet emocional. Rrjetet sociale janë ndezur nga reagimet, fansat pyesin: "A është kjo një shenjë se ndjenjat mes tyre nuk janë shuar?" Edhe pse deri tani nuk ka një reagim zyrtar nga asnjëri prej tyre, ajo puthje në skenë mbetet ndër momentet më të ndjera dhe më të komentuara të koncertit, dhe ndoshta një augur i mirë për një kapitull të ri mes dy artistëve.